Në grev prej 19 ditësh për zhvarosjen e të birit Pano Ruçi, përfundon në spital. Mjekët të plotësojnë kërkesat e tij. Spitali i Përgjithshëm i Nikeas lëshoi një deklaratë në lidhje me shëndetin e Pano Ruçi, i cili kishte shkuar më herët për t'u nënshtruar analizave, ndërsa i vazhdon grevën e urisë për të 19 ditë. Sipas një deklarate nga spitali, Ruçi u nënshtrua një ekzaminimi klinik, ekzaminimi kardiologjik dhe patologjik, si dhe analizave laboratorike. Vlerësimi mjekësor nuk zbuloi një kërcënim të menjëhershëm për jetën e tij. Pas përfundimit të procesit, Pano Ruçi u largua me kërkesën e tij. Njoftimi nga spitali. Gjatë detyrës në gatishmëri të 3 tetorit 2025, Panos Ruçi erdhi në departamentin e urgjencës së Spitalit Përgjithshëm të Nikeas me simptoma të dobësisë. Ai u nënshtrua një ekzaminimi klinik, ekzaminimi kardiologjik dhe patologjik, si dhe analizave laboratorike. Vlerësimi mjekësor nuk zbuloi një kërcënim të menjëhershëm për jetën e tij. Pas përfundimit të procedurës dhe në përputhje me dëshirat e tij, ai u largua nga departamenti i urgjencës së spitalit. Më herët mjekët e tij kishin lëshuar gjithashtu një deklaratë mbi shëndetin e 48 vjeçari, duke thënë se në ditët e mëparshme ai kishte përjetuar lodhje të fortë për gjumje, si dhe episode të përsëritura hipoglicemie në kufi të vijës së parë dhe mpirje në gjymtyrët e poshtëm, ndërsa në total brenda 19 ditëve ai ka humbur 10 kg, gjë që korespondon me 8.9 të peshës së tij fillestare trupore. Siç raportojnë mjekët, Ruçi tashmë në ditën e 19 të grevës së tij të urisë vazhdon të ketë një rrezik në rritje të ndikimeve serioze. Deklarata nga mjekët e Solidaritetit që po e monitorojnë atë theksojnë gjithashtu se grevisti 48 vjeçar refuzon të shtrohet në spital.